e asociacionit që lidhet me këtë pjesën e evokimit të torturave dhe të gjitha. Dhe një tjetër personalitet është dhe tjetra, nga ana tjetër kemi zonjën Osmani e cila është snobuar nga kryeministri i vendit, duket që në Kosovë dhe ky është lajmi, nuk ka autoritet moral që të respektohet nga politika. Dhe ky për mua është lajmi, ky është shqetësimi më i madh, sepse është e pamundur që nga jeta civile ose të paktën nga njerëz me formim juridik mos të ketë për të vendosur në një listë ose një short list për të zgjedhur president në vendit. Duket që ka burime në Kosovë që duan ta shtyjnë krizën, por unë prapë kam shpresë që sot do kemi tymin e bardhë në Kosovë, që do të thotë që kam shpresë që Kosova ta zgjedhë president në vendit. Në rast se nuk e zgjedhin, më vjen keq që të shtroj një pohim. Dua të them që në Kosovë, në qoftë se do ndodhi që nuk do zgjedhet presidenti, duket jo thjesht më për patetizëm që agjenturat e huaja dhe të tjera kanë rol, por duket që pushtetarët e Kosovës nuk arrin ta kuptojnë që janë ende të pavarur. Ata kujtojnë akoma që janë një shtet eksperimental, domethënë. Këtë nuk dua ta them, por në rast se do ndodhi kjo me shkuarje në zgjedhje të tjera, paçka se në demokraci procedura vlerësohet, në rastin e Kosovës mendoj që është e parësyeshme. Dhe po them që njerëzit e Kosovës akoma nuk janë të bindur që janë shteti pavarur. E kuptoj. Ti the që ke shpresë që ke tymë të bardhë. Ditën e sotme si? Por mes kujt? Po besoj nëpërmjet atyre bisedimeve që po bëhen. Po shikoj që nga LDK-ja dje ka pasur një listë që është shuar, por nuk është treguar kandidati i cili do vendose. Ndërkohë që ajo që na shkon ndërmend në këtë moment është rivlerësimi i emrit të ish-presidentes vendit, zonjës Osmani, përkundrejt një emri tjetër i cili nuk është i bërë i njohur deri tani në Kosovë. Ajo që duhet në orën 2 është e para të respektohet kushtetuta, sepse Kosovë kanë kohë që nuk e respektojnë. Nuk i bëri shumë, ka bërë zhirun e rrjeteve sociale dhe jo vetëm, edhe të kronika televizive, ato mesazhe që po zgjedhin një president me karate. Nuk e di petë mesazhe, më pas të shohim gjykatë kushtetuese, pra. Është ajo gjëja që është po është ky skenari, pra që vendoset ta zgjedhë, pastaj ta çon gjykatë kushtetuese, sepse gjithë skenarët pa çfarë flitet është që vendoset do zgjedhet korrik gusht kur është dhe mërgata, siç e thon ata që janë diaspora, që janë në AZ. Shikoni, ky është një nga teoritë. Dhe është e besueshme, është duke marrë parasysh se si ndodhi herën e kaluar. Shikoni, me vlerësimet që janë bërë më përpara, nuk ishte që roli i Mërgatës ka qenë aq i madh. Ka qenë, por nuk ka qenë aq i madh sa besoj. Ndërsa, në qoftë se do të vazhdohet kështu, unë besoj që vetvendosja në një farë vërtet është e avantazhuar, por për të ardhmen e vet politike do krijojë shumë probleme. Ajo që na shqetëson në këtë moment është që LDK-ja është zbjerrur krejtësisht, ndërsa PDK-ja ju e dini që mbas një muaji besoj që do marrë goditje të madhe me shpalljen e vendimit për Unë pres që komandantë mos dënohen, si shqiptarë, të gjithë si shqiptarët e presin, po... Të gjithë presin, shikoni, thime, të gjithë presin, po do ju them diçka. Ka një diferencë të madhe dëshira jonë me vendin që zën ata për narrativën Kosovë. Po da keni parë me kujdes, ata nuk përmenden në Kosovë. Përkundrejt ju e dini që në Parlament e Kosovës ka njerëz të cilët kanë thënë që është mirë që ata janë në Hag. Nuk po them tekstualisht fjalë për fjalë, po kanë thënë fjalë edhe më të ashpra se sa kjo kundër njerëzve që janë në Hag. Por mos thënë pastaj atë që është shprehur zonja Tonika Gërvalla gjatë kohëve, vetë zoti Kurti e të tjerë. Pra, Kosova në javët në vazhdim, sido që të jetë puna, do e zgjedhin apo nuk do e zgjedhin kryetarin,
e shtetit, unë besoj që do fillojnë problemet, të themi, të moralitetit të tyre si shtet. Dhe kjo është një gjë e cila mund të përballohet në qoftë se gjithë klasa politike kosovare arrin ta kuptojë. Po sot ne jemi në këtë pjesën teknike, ku kemi nga njerëz që flasin me këtë elementin e karates edhe të tjerë, ose për shembull zoti Haradinaj vetëm pak minuta më parë tha që është turpi më i madh për njerëzit që do futen atje për të zgjedhur, etj. Që në një sens i bën të gjithë kundër të gjithëve. Dhe po e them edhe një herë, shqetësimi im personal është se si ka mundësi Kosova mos të ketë të paktën një grup njerëzish të cilëve tu besoj. Dhe prandaj të duken në këto orë që po flasim, të duken si lot krokodili ato që u derdhen nga një pjesë për të ndjerin qofsja, ashtu si për ato që flitet për Rugovën edhe të tjerë, kur nuk duan të paktën edhe një individ në Kosovë që t'jeti i mirë pranuar nga gjitha palët, atëherë çfarë shteti do bëjnë këto parti, domethënë që janë gjithmonë me veshin nga ambasada amerikane dhe nga ambasada gjermane. Megjithatë po e them edhe një herë tjetër, besoj tashmë jo ke pjesa morale atyre se sa ke arsyeja. Dhe arsyeja i bën që zgjedhjet e më tutjeshme, siç thon kosovarët, janë shumë të vështira, sepse stina e verës në rajonin ton ka filluar të bëhet jashtëzakonisht e ashpër. Dhe nuk besoj që një pjesë e mërgjimtarëve që do vinë në Kosovë mund t'i dedikohen oreksit të politikanëve që të shkojnë në kutitë e votimeve. Do mendojmë për pushimet e tyre, se sa të plotësojnë këtë, të themi, butafori të politikës Kosovës. Okej, Ben, faleminderit për këtë koment, ndërkohë dua ndikim pak bashkë një kronik. Se e di që ke angazhime, nuk do të mbaj shumë gjatë, po një koment do ta marr. Ndikim pak këtë kronik për ato çfarë ka ndodhur ndjen në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, dhe rikthehemi sërish.